Tifogrupi shqiptar Zvercerat ka njoftuar për organizimin unik në Shkup, pasi kanë mbetur pa bileta për ndeshjen kundër Serbisë. Si të gjithë grupimet e tjera, kanë vendosur që të mblidhen në sheshin e qytetit të tyre. Të gjithë syt janë te shtuna, ku në orën 20:45 minuta, Shqipëria do të presë për herë të parë Serbinë në Tiranë. Kjo ndeshje është e vlefshme për kualifikuesit e botrorit 2026. Në vijim njoftimi plot i zhvercerave. FSHA pengon, por zemrën kuqezis mund na ndal askush. Zhvercerat kanë fjalën e shtuna është e jona. Të shtunën në orën 20:45, krejt në sheshin Skënderbeu në Shkup, entezim atmosferën për kombëtaren tonë. Ata na duan të ndarë, ne u tregojmë që kudo që ka shqiptar, ka një Shqipëri, nuk na ndalin dot me bileta, me rregulla, me ultra. Ne jemi zëri i tribunës që s'humb kurrë, jemi zhvercerat, jemi kuqezi, jemi Shqipëria e vërtet. Mos mungo, o je me kombin, o je kundër tij. Aktiviteti organizohet nga Tifogrupi Zhvercerat dhe përkrahet nga Komuna e Çajirit. Një komb, një zë, një flamur, ndodhet postimi i tyre.